Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takojmë historisë të bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpi. Unë e thash edhe në videon që komentova më herët, po e them edhe tani. Egli sot është me pushkë në dorë dhe po merret me të gjithë banorët. Një diskutim i ashpër ka ndodhur ditën e sotme në verandë nga Egli kundërdrejt Jozit. Një diskutim që në fakt s'ka ndodhur gjatë kohë në shtëpi, që Egli të ketë përballje me Jozin. Pas të gjithë të gjuhës së përdorur ndaj një femrës që në shumicën e rasteve fatkeqësisht Jozi e përdor, Egli u kthye duke i thënë që ti nuk mundesh në asnjë mënyrë të përdorësh këtë gjuhën në shtëpi, sepse unë i thonte që nuk ta toleroj dhe ti personalisht do të dalësh këtë herë nga shtëpia jo prej gjestit, po këtë herë do të dalësh prej meje. Qëndrimi i Eglit është për t'u mahnitur, do me thënë të jep qëndrimin e një banores shumë të fortë, e një banores shumë të zëshme, e një banores të patrëmbur, e cila ka hyrë me qëllimin e saj që të nxjerrë në pa të gjithë vlerat e veta që i ka dhe të gjithë njeriun që ajo është. Çuditërisht, edhe unë u befasova me këtë qëndrim të Eglit. Jozi nuk është se e vazhdoi më debatin sepse nuk kishte më argumente dhe nuk kishte më se çfarë t'i thonte Eglit. Egli është shumë e argumentuar dhe do me thënë e mbyllën debatin direkt me prerje me thik dhe kjo tregon në fakt edhe një lloj lufte ndaj banorëve të tjerë të cilët pretendojnë që mund të jenë finalista, që Egli mund të thyen akullin edhe mund të shkon në finale. Tani në shumicën e rasteve ne kemi menduar që në finale për shembull mund të jetë për shembull Laerti, mund të jetë nuk e di dikush tjetër, por kjo është çuditërisht e befasueshme që mund të jetë edhe Egli, sidomos në këtë përballje me Jozin. Kërcënimi, le ta quajmë apo akuza që Egli bëri kundërdrejt Jozit ishte e çuditshme dhe dua të marr mendimin tuaj. A u duket Egli me një rikthim shumë të fortë dhe mund të zërë një vend të veçantë në finale dhe këtë akuzën që bëri sot që këtë herë do të dalësh prej meje dhe ta shohësh ti Jozi për të gjithë gjuhën që përdori? Dua të marr mendimin tuaj.